ka kalu prej VV-ja rrit prej LDK-s, elektorati. Po rritu nga po koalicion. Kush e thot kush e thot që elektorati i VV-s ka një puqje më të afërt ose me PDK? Jo se ka. Nas një rrethon se ka. Prej LDK-s. Po te LDK-ja te pjesa e fundit kur është rritur. Elektoratin ka marrë prej bazenit LDK-s, jo prej PDK-s, VV-ja. Pjesën e fundit. Gjithë. Ata njerë që kanë qenë merë në bazene, merë këtë bazen. Pjesën radikale të LDK-s. Cilë dhe më thonë e kam po PDK-n gjithmonë si një kundërshtaret madhe, edhe mësë me thonë armike. E elektorati është me abstrahube, sa ashtu me këshyrë një është në gjajshme me vendosjet. VV-ja është rritë prej LDK-s. E nëse bëhet një koalicion, absolutisht. Po edhe është bazen i madh. Nëse bëhet një koalicion VV PDK, prandaj edhe Albin Kurti është ka rezerva në këtë varpune deri në fund, ndoshta në fund edhe pajtohet, është nuk e di çu i bojnë matematikat, është punë e tyre. Më shumë të pson VV-ja. VV-ja nga PDK. Në kohë që VV-LDK, pson LDK-ja. PDK-ja rritet. Të pajtona me mentori, e raport sonte. Mirë po është koalicioni vetëm i cili kish mujtë me kriju stabilitet në këtë vend. VV-PDK. Po, për shkak se edhe e siguron zgjedhjen e presidentit, do të thonë nuk kemi zgjedhje vitin ardhshëm, e siguron një jetësatësi më të madhe. Po, në kontinuitet. Zgjedhet presidenti edhe mundet me shku mandati deri në fund. Plus asaj mundën më kry shumë procese cilat kanë met në gjysmë. Bisedimet me dialogu me Serbinë, ndrejtja e raporteve që është esenciale që u përmend disa herë këtu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidomos kohën tash të një administrate Trump. Është shumë e rëndësishme pas për çfarë thash pak më herët që kundërshtoj polemizoj me mua Blerimi. Jo, se unë mendoj që zoti Abdixhiku është shumë e rëndësishme me pas institucione stabile nëse na dojmë me pas raportet ose minërej se në fakt i kemi prish. Jënë të prishta raportet, na mojnë gjithë ditën këtu tash mja bo qefin njëri tjetër, për jënë të prishta. Hala s'kemi asë një sinjal për shtetë për administratës Trumpit, prej që mbajtë zgjedhjet në Kosovë, edhe prej ka pas diçka para zgjedhjeve, për tash s'kemi. E tash, në faktu mendoj që qaj dhëtë me konë pika para dhe detyra pare një qeverie cila vjen në pushtet nesër. E për që ta dhëtë me konë qeveri stabile për mendimin dhe. Shembull, Gashi kishte thënë nga fillimi që koalicioni stabil do të ishte VV-PDK. Edhe këtu e keni këtë... Po kjo nuk është që ka marrë ndonjë krasim të rrugës deri tash. Jam interesuar ta di drenor. A e hedh poshtë mundësinë apo e sheh të mundshme? Edhe mundësinë për të bashkëpunuar shembull me Partinë Demokratike të Kosovës në koalicion të madh. Në fakt, kur kemi folur për preferencat tona, unë 2 herë minimum nëpër debate kam thënë që Kosovës ishte dashur një qeveri stabile me shumë numra dhe që kryen punë dhe unë jam i bindur për këtë para se të bashkë në zgjedhjet, sepse nuk e dinim në fakt çfarë rezultati mund të jetë. Unë për vete nuk kam besuar që mund të shkon deri në 43%. Nuk e kam besu, për një me nuk e kam besu, sepse s'ka qeveri sa shmirë, zoti Kurtin qeverin 4 vjeçare kalu. Me gjithë që ka thonë 55, 60. Veç unë e ju. Kështu që s'ka problem. Unë e ju. Edhe kam thonë që do t'ishte stabile një qeveri e tillë, sakt pajtuar me ato që tha dhe zoti Shala. Mirë po, votuesi, po përsëris edhe një herë, votuesi me 9 shkurt ka dhënë pasqyrë krejt tjetër. Ajo pasqyrë është që zoti Kurti edhe një qeverisje duhet ta bëj pakta. Unë ashtu e lexoj dhe ashtu e lexon edhe vetë vendosje. Kemi një sistem parlamentar. Dhe mund të shpjegon tash që lexoni njërin. E vallas po dini me lexu po. As ata asti. Vesh një e di që